Ruju prej babës edhe prej nanës. E di që jeni mësu gjithmonë me nani të thonë duhet me i respektu, duhet me i dasht, është e vërtet që ashtu është. Mirë po sot po thamë ruju prej babës edhe prej nanës. Ka thonë Muhamedi alayhi salam, çdo fëmijë lind në natyrshmërinë e tina të pastërt. Në Islam lind pa sherr. Pastaj ka thonë Muhamedi alayhi salam, baba dhe nana e tina ose e bajnë jahudi, ose e bajnë krishter, ose e bajnë zjarpotist. Nuk e ka përmend që e bajnë musliman, për shkak se ai është veç musliman. Do me thonë, baba e nana ka mundësi me i bind ka njëherë në sherr. Edhe kjo është e vërtet. Edhe na jem dëshmitar që shpesh baba dhe nana e udhëheqin familjen me një sherr, me një dalalet. Ju ka met për përpara. Allah i falt ata dhe neve. Mirë po kujdes. Ka thonë Allahu Azza wa Jall, në gjithë shka duhet me ngu babën edhe nanën, përveç kur të urdhrojnë me i bashak Allahut Azza wa Jall mos i shko për mas. Kur të urdhrojnë për harame, ki kujdes, mos shko për mas tyne. Ama për ndryshe gjithmonë respektoj. Po Allah në rujt, edhe në qovë se të urdhrojnë me i bashak Allahut Azza wa Jall, sillo mirë me ta, ama mos i nga. E na e dim që shumë, Allah në rujt, shumë prej babalarve, shumë prej nanave, kanë gabime të cilat munohen me i mjell të evlat të tyne. Allah Azza wa Jall në rujt e në animov gjithmonë me krejt respektin për prindrit. Megjithatë, prej se cilit duhet me pas kujdes.